Kjo është grumbullimi por i gjeneratës 2009-2010. Domethënë i kena ndryshim gjeneratave. Objektivi i këtij kompi është seleksionimi i vojzave të reja, sidomos edhe nga perëndimi, pasi që vojzat që i kemi në Kosovë veç edhe i kemi seleksionuar më herët dhe i kemi përcjell gjitha ndeshjet e vojzave U17. I kemi 11 vojza nga shtetet siç janë Zvicra, Suedia dhe Danimarka, kështu që qëllimi kryesor është seleksionimi edhe numri i kontakteve më të mëdha i vojzave të reja mes vetë. Ne besoj që kemi pas edhe një grumbullim para kualifikimeve, shpresojmë të kemi ndeshje miqësore diku në gusht, në fund gushtit, edhe në kualifikimet i kemi në muajin tetor me ekipin e Walesit, Moldavisë dhe Azerbajxhanit, ku do të mbohen në Moldavi. Synimi jonë është gjithë kalimi i grupit prej B-s në grupin A. Ka me qenë e vështirë, mirë po shpresojmë që këtë vit e kemi grupin më të mirë të vojzave të lindurat moshës 2009 dhe 2010, se sa që kemi pas moshën 2008, edhe pse kemi pas sukseset të mira. Se vitja por, unë besoj se puna shkon shumë mirë edhe presun e fitore. Se i kemi pritë shumë mirë, po munduemi edhe të njohemi me mirë me to. Kam shumë emocione, se është hera parë dhe është një sen shumë i madhë për mu, se të na jetë kom pas qef me konë që të tash ku jam. Baba jema më ka prude qëto, se pa babin s'kisha mujt me konë këto. Këtë qika tjera jënë ardhë më kanë ndihmu me këtë senet që kom pas ndim edhe jem konë shumë mirë me mu.